konstitucion e saj, e kanë të pamundur dhe nuk do të dalin dot dhe këto janë harvatit e tij të fundit dhe si një lojtar i dështuar kundrejt Rusisë, besoj tash edhe shpinën ja ka kthyer Bashkimi Evropian dhe kjo mos e dashme si ka ditët e numëruar apo muajt Aleksandr Vučić politika e tij do të shkojnë në humner dhe do ta gjej fati i Zoran Xhinxhiçit. E qartë, zoti Alimi, nga gjitha këto tashmë që po ndodhin në Serbi dhe mbas vendimit të fundit, a mendoni se po shndrohet tashmë dhuna në normë në Serbi ndërsa shteti nga njëra anë mbron kriminalët dhe propagandën? Po kjo janë të dyat, edhe kriminalet, edhe atë farë politikën, propagandën e vetë e mbron, e dim ata protest që është e studentëve që sa muaj dhe Vučići nuk i konvenon dhe e dim që është fundi i tij dhe e ki edhe erojat që kanë qenë në pjesëmarrës në rastin Banjska, sulmi terrorist që vra policion Afrin Bunjaku dhe edhe shteti i Kosovës, Republika e Kosovës, Prokuroria Speciale e Kosovës kanë ngritur aktakuz kundër grupit të Radojčićit dhe vetë Radojčićit dhe e dim shumë mirë se ajo kanë mbikëqyrur dhe urdhëruar nga Aleksandr Vučić, komandanti suprem i tyre dhe besoj kjo mos e qartë dhe Vučići bën dëm edhe vetë popullatës vet dhe me këto politika dhe shpresoj të vi fundi sa më shpejt dhe të gjithë ata studentë të kthehen në shtëpitë e veta dhe të gjej një paqe atje se Vučići e përdor edhe ushtrinë, shërbimin e inteligjencës, të gjitha vetëm për ta ka reklamet, po besoj që kjo është e pamundur dhe veç masa ka shpërthyer në atë masë nuk do të ketë më asnjë marrëveshje, po vetëm në shkatrimin e tij total politikës dhe besoj që kjo është shumë shpejt të vijë në pa këtë që apethojnë ana dhe çdo studi tjetër televiziv, qoftë Shqipëri dhe në Kosovë. E qartë, zoti Alimi, pse Bashkimi Evropian heshti kaq shumë pra për dhunën që ndodhi në Serbia? Mund të themi se ka qenë Brukseli tashmë bashkëfajtor në forcimin e regjimit të presidentit serb Aleksandar Vučić, sigurisht tu për hir të stabilitetit regional. Po, këto politika Bashkimit Evropian janë më të ngadalësume dhe më të qeta dhe i kanë dhënë mjaft kohë Vučićit dhe ka pasur Vučići nuk do të zbrapse dhe pra politikat e veta mundohet mi qua andena ka Rusia ka lindja dhe besoj tashmë e ka pa edhe Bashkimi Evropian se Vučići është një kriminal i dështuar dhe ka mujtë të jep ato joshë si që kanë dhënë me litiumën e me aeroplanet Rafale nga Franca, po besoj ka qenë pamundra me ato joshe, me ato karrota, po më në fund tash është bo mirë se Bashkimi Evropian është binë se Vučići është një kriminal i dëshmuar edhe me politikat e vet, edhe kundër shtetit vet, e lere më kundër shtetit fqia apo Bashkimit Evropian dhe besoj që tash e din shumë mirë çfarë politika duhet të përdor Bashkimi Evropian, e sidomos SBA dhe Vučići besoj që veç kur të marrë me vesh në ditë që është fati ti si Zoranit që kanë likvidu se këtë e kanë politikat të njëjta edhe të vetë Rusia edhe Serbia se në momentin që humbin gjithë ata i njëjnë sikur e kanë shitur kombin por fatkeq ai politik i ka mbajt në komb dhe ato karrota i kanë shy me atë politik shekullit 19 dhe me urrejtje kundër shqiptarëve, se shqiptarët e kanë vendin e vet dhe UÇK ka luftuar vetëm e vetëm për çliruar vendin dhe nuk ka luftuar për çliruar Serbinë në vesatin për shtetin e vet dhe këtë e kanë arritur bashkërisht me politikën e rregoze, me amerikanët dhe me NATO dhe kjo ju ka dhënë Alplakaresha fundit në 1999 dhe shteti Kosovë është i pavarur dhe sovran dhe besoj kjo është më së qartë dhe këtu jemi ku jemi dhe Kosova ka rrugën e vet për Bashkimin Evropian në NATO dhe jo me në një shtet tjetër siç ka menduar Aleksandr Vučići mund të kthejë një ditë është pamundur të mendohet e leret veprohet, po si të shoh ja pra ajo rrethje e mbjellën nga politika e Vučićit ka dështuar qytetar dhe tash e ka pa edhe vetë fundin e tij. E qartë, zoti Alimi, nga ana tjetër, a mundet që Serbia të hecë tashmë në dy drejtime? Pra, është ky momenti i kthesës ku Europa tashmë i drejtohet Serbisë ose me ne ose me Moskën? Po kjo është më së qartë, kjo është flakaresh që thash merret të nderuar se kjo është politikë e qartë. O me neve, o me Rusin. Dhe tash Rusia e ka kuptuar që më në fund edhe Rusin vetë ka tradhtuar Aleksandr Vučići, tash edhe
kjo flakaresha e Bashkimit Evropian kundrejt Serbisë është mos e qartë dhe s'do koment. Në tash Vučići ka marrë vetëm rroga Bashkimit Evropian dhe Rusia se dim shumë mirë se as Rusia vetë se do me këtë politik, po si do qoftë tash bën Horvatia dhe kalkulimet mund të gjejë ndonjë shtek, po e ka të pamundur vetëm rrogat drejt Bashkimit Evropian dhe kthymja shpinë e Rusisë e pështon një platforme për një kohë shumë të shkurt, po jo edhe nga heqja e pushtetit njëre për gjithmonë. E qartë, por zoti Alimi, pse Serbia glorifikon ende kriminalit të luftës pra ndërsa kërkon nga ana tjetër të hyjë në Bashkimin Evropian, a mundet të ketë integrim evropian në këtë rast? Po ky glorifikimi i kriminalëve, siç është e mbushur Serbia dhe nuk i dorëzon, qoftë rasti Bajsi, qoftë ato për krimet që ka marrë në Kosovë dhe Bosnë e Andena, i mban se edhe vetë është i zhyt Vučići ta dhe është në hipoteka, me to po shprehna kështu qëllimisht me kuptu vllazët tanë në Shqipëri atje, dhe në momentin që i dorëzon ata kriminal do të bie edhe vetë dhe kështu mundohet Horvatit e tina dhe mundohet të shtyjë sa më gat dhe besoj derisa të vinë një presion nga SBA që njerë po gjithmonë do të bashkëpunoj sa më mirë me Bashkimin Evropian dhe me gjithë institucionet qoftë me Hagën dhe të dorëzoj ata kriminal të dëshmuar që kanë bërë masakra në 6 vende Ballkan Perëndimor, në Sarajevo, po edhe në Kroaci, edhe në Kosovë në luftën e fundit, po besoj Vučići tash e den mirë çfarë ura duhet ndëtuar dhe e ka fundin dhe vetëm kjo rruga e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian mund ta shpëtoj po një kohë të shkurt dhe besoj tash Bashkimi Evropian i ka politikat e veta të gatshme kundra Vučićit dhe kundra Serbisë se çfarë duhet përdor dhe nuk ka këto asfar vend për glorifikime, po vetëm duhet të bashkëpunoj me sistemin juridik në Hagë dhe duhet të dorëzoj kriminalët që kanë bërë masakra dhe krime në Republikën e Kosovës. E qartë, mirë, zoti Alimi, ndjekim tjetër insertë se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në Serbi dhe rikthehemi. Incidenti ndodhur para ditën e së mërkurës në Beograd ka tronditur opinionin publik serb dhe ka shkaktuar reagime të shumta politike. Sipas raportimeve të mediave vendase, ngjarja ndodhi pranë ndërtesës së parlamentit të Serbisë në zonën ku për javë të tëra ishin ngritur tenda dhe mbështetës së qeverisë, të cilët po protestonin në shim për krahin ndaj politikave të presidentit Aleksandar Vučić dhe ekzekutivit të tij. Sipas informacioneve paraprake, një person ende i pa identifikuar ka hapur zjarr në drejtim të kampit të tendave, duke plagosur një qytetar. Pas së shtënave, flagët kanë përfshirë disa nga tendat, ndërsa dëshmitarët okular kanë raportuar për panik dhe shpërndarje të menjëhershme të turmës. Forca të shumta policore dhe ekipe zjarrfiksish janë dërguar menjëherë në vendngjarje për të shuar zjarrin dhe për të evakuar personat e pranishëm. Presidenti Aleksandar Vučić, i cili në ato moment ndodhe në një takim qeveritar, reagoi menjëherë duke e cilësuar incidentin si akt terrorist. Mirë, zoti Alimi, incidenti me armë para parlamentit të Serbisë a mund të jetë ky tashmë sinjali i parë pra i përplasjes së madhe mes mbështetësve të Aleksandar Vučić dhe kundërshtarëve të tij? Po mos e qartë e ka paralajmëruar edhe vetë Aleksandar Vučići që do të vijë një situatë e tillë dhe njësia elitare saj më e mira që ka Serbia në dispozicion për këtë situata dhe situata tjera, besoj ky pjesëtari i sigurimit shtetënor e ka bua atë akt kriminal dhe ajo besoj ka qenë një pretekst dhe për ndezjen e aty në tendave dhe për të marrë masa dhe këtë njësia elitare dhe shërbimet inteligjense i kanë ardhur në ndihmë dhe e kanë arrestuar dhe besoj që aty ka prit vetëm edhe pak për të eskaluar situata, po e kanë marrë situatën në kontroll dhe besoj aty është dita ditës shoh ky person apo dikush tjetër do të vi fundi dhe do të përshkallëzohet situata dhe besoj që më në fund regjimi i Vučićit do të bie për tokë dhe është e mojt me dhunë, me gjithë njësinë inteligjense, me gjithë shërbimet ushtrin dhe policin, të gjitha njësit i ka të gatshme në dispozicion i përdor, po edhe vetë pjesëtarët e rastit Banjska, movesh i kemi po në media të instaluar si herojat ku rrin Aleksandar Vučići dhe besoj kjo është më e qartë se çfarë shteti policor është i Vučićit dhe Serbia dhe këtë besoj të gjitha ka vendin në burg se ata pjesëtarë e kanë vendin në burg dhe kanë bërë krime dhe do të përgjigjen para organeve ligzbatuese në Republikën e Kosovës në rastin Banjska, që është vrarë polici Jon Afri Bonjaku dhe besoj tash mos e qartë se Vučići bën kalkulim në dëm edhe vetë aty në pjesëtarëve se edhe ata duhet
si djegë dhe kam një djegë se ka presionin edhe nga Bashkimi Evropian dhe nga SBA-së, të gjithë kriminalet duhet të dërzohen dhe jo të jenë të lirë dhe jo të bojnë asnjë kalkulime politike në dëm popullatës atje, pa marrë parasysh Vučići, po jo dhe popullata nuk janë kriminal, një pjesë e madhe ata që nuk ju kanë bitë Vučićit dhe e kanë pa që Vučići është një kriminal dhe nuk mund të bashkëpunojë me ta, sidoqoftë Vučići e ka fundin dhe të bie sa më shpejt për toke, siç e don populli vet dhe gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimi Evropian dhe Amerikanët. Zoti Elimi, pse tashmë çdo incident në Serbi përfundon me narrativën terroriste, pra apo e shfrytëzon pushteti retorikën e frikës për të shmangur kështu dhe hetimet e vërteta? Po, kjo retorika për terrorist Vučići e përdor vetë si karem apo si alibi, pretekst si do të qoftë, besoj kjo është mos e qartë. Tash mundohet çdo formë tjetër të mbrojë veten dhe të